Rasti i Prizrenit kur humbi jetën një fëmijë 3 vjeçar si pasojë e shembjes së një shtëpie të vjetër mund të mos mbetet i izoluar. Edhe në kryeqendrën e Kosovës ka objekte që paraqesin rrezik potencial për kalimtarët. Një objekt i tillë është në rrugën Fehmi Agani, të cilën komuna e Prishtinës tashmë ka marrë vendim që të rretojë me shrita ndalues, por as ky veprim nuk eviton rrezikun për kalimtarët në rast se shtëpia shembet. Në komunë nuk e kanë tërësisht të qartë nëse ky objekt është në mbrojtje nga Ministria e Kulturës apo Instituti për Mbrojtjen e Monumenteve. Drejtoria e Shërbimeve Publike pas konstatimit të gjendjes së objektit në fjalë ka marrë vendim që objekti të izolohet për shkak të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm. Po ashtu në bashkëpunim me Drejtorinë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale do të shikohet mundësia për evakuimin dhe risistemimin e banorëve të objektit. Si dhe në fund do të shikohet se a kualifikohet si objekt i mbrojtur qoftë nga Ministria e Kulturës apo Instituti për Mbrojtjen e Monumenteve. Vjollca Aliu, drejtoresh në Departamentin e Trashëgimisë Kulturore në Ministrinë e Kulturës, thotë se ky objekt nuk është në mbrojtje dhe se për këtë gjë është njoftuar komuna e Prishtinës. Jo, ajo ndërtesë nuk ka status të mbrojtjes. Për këtë çështje, Qendra Rajonale e Prishtinës në fillim të javës kaluar do të është përgjigjur kërkesës komunës Prishtinës dhe edhe një herë është konfirmuar se ajo ndërtesë nuk ka status të mbrojtjes. Aliu thot se në komunën e Prishtinës më shumë se 50% të objekteve që janë në mbrojtje cilësohen si të rrezikshme për qytetarët. Qyteti i Prishtinës numëron diku më shumë se 20 ndërtesa, prej të cilave 11 prej tyre janë të klasifikuara si ndërtesa në rrezik, do të thotë, paraqesin rrezik dhe për familjarët nëse veç janë aty brenda. Këtë e them për faktin që ju kemi informuar dhe juve dhe opinionin përmes deklaratave të ndryshme që dhe vitin e kalum, stafi profesional i Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prishtinë nuk i është dhënë mundësia që të hyjë dhe të bëjë inspektimin e ndërtesave. Gjithashtu, në raportin e ndërtesave të trashëgimisë kulturore, të cilat paraqesin rrezikshmëri, një nga problemet kryesore thuhet se është qasja në këto objekte.